Pyetja që ngrihet sot është pse kanë degraduar dhe pse po priten pyet e Krujës, një nga qytetet më të rëndësishme në Republikën e Shqipërisë. Ju përshëndes gjithë, ndodhem në rrugën më piktoreske, ndoshta në botë, bëhet fjalë për rrugën që të ngjit në qytetin historik të Krujës, të qytetit Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Gjithmonë kjo rrugë ka qenë e shuar për imazhin piktoresk të saj, përsa i përket këtyre pemëve, të cilat janë mrekullueshme, janë mbjellur këtu dekada e dekada më parë, ndërkohë ditën e sotme po prehen, sepse janë në një gjendje totalisht mjerueshme. Normalisht bashkia po i pret sepse këta janë rrezik permanent për makinat që kalojnë këtu, pra shikojmë nga të dyja anët, ka prerje pyesh dhe janë lënë në mëshirë të fatit, pra gjithë to trungje, cilat janë të prera. Sigurisht që moskujdesja ndaj pemëve na ka çuar në këtë degradim të kësaj rruge, e cila sigurisht është krenaria jo e Krujës, e Fushkrujës, e kësaj zone e bashkisë, po e gjithë Shqipërisë. Ndërkohë, vizioni për pemët është pikërisht ky. Është akoma e paqartë a do zëvendësohen këto pemë me pemë të tjera të shëndetshme apo mbillen ndërkohë që siç ju tregoj edhe nëpërmjet pamjeve, situata në të gjithë gjatësinë e rrugës është e tillë dhe po priten pemat.